Ngrohtësia e festave të fundvitit, kur familja mblidhet rreth tryezës dhe momentet ndahen së bashku, kalojnë më magjishëm në shoqërinë e ekranit të TV1 Channel dhe programacionit festiv të përzgjedhur për t'ju shoqëruar mbrëmjen e 31 dhjetorit dhe ditët e para të vitit të ri 2026. Gjithçka nis prej orës 21, kur vijnë të përmbledhura më të mirat e emisionit festiv Tatokim, që ju ka shoqëruar mbrëmjeve të dhjetorit. Ndërkohë në orën 22:30 vjen premiera e mjeshtrit të madh Sanderuçi, Pikante, një varieté ku ndërthuren bukur humori dhe këngët, me pjesëmarrjen e emrave të spikatur të humorit shkodran në drejtimin e mjeshtrit Ruçi. Në mesnat, kur akrepat përcjellin vitin e vjetër dhe lajmërojnë hyrjen e vitit të ri, direkt nga sheshi qendror hedhja fishek zjarreve, e për të vijuar më pas me fest folk. Edhe ditët e para të janarit janë dedikuar familjes. Në 1 janar vijnë filma premier, këngët dhe humori, si dhe koncertet ekskluzive. Në orën 17, ndërmendje, koncerti tradicional i fundvitit, ndërsa në orën 19 vjen Tefta Tashkokoço, kënga ime ndaj atëherë. Mbrëmjen e 1 janarit, ora 21, vjen Eli Malaj Show, ekskluzivisht për TV1 Channel, me disa prej hiteve të fundit të këngëtares së njohur shkodrane. Miq të programacionit të TV1 Channel, në këtë ditë festive, ajo që do të na tërheq vëmendjen të gjithëve është sigurisht edhe mbrëmja festive e datës 1 janar në orën 21 me këngëtarin dhe artisten e zemrave të gjithëve ne, Eli Malaj, e cila do të bëjë një urim edhe në këtë edicion tonin. Unë urimin e kam gjithmonë të njëjtë, sepse e ndjej edhe përsëris dhe ripërsëris deri të realizohen dëshirat e mia dhe tujat, po ashtu. Juve si staf televiziv, ju uroj vetëm të mira në jetë, po ashtu edhe popullit shkodran mbi gjitha, sepse i du fort edhe s'kam jetë pa ta. Gëzuar për shumë vjetë, 2026-ën, edhe paçi vetëm gëzime edhe të mirat në jetë, ashtu si që keni edhe shpirtin. Eli ju donë fort, ju kam zemër e ju kam shpirt. Në orën 22 vjen Fest Folk Shkodra, koncertet e Rezarta Smaja, Rosela Gjulbegaj, Frederik Ndoci e të tjerë. Në datën 2 janar vjen ahengu shkodran me Lul Bajrami gjatë orëve të drekës për të vijuar me mbrëmjen festive. Festojmë së bashku me Seas në orën 21. Festat do të vazhdojnë duke bashkuar publikun përpara ekranit, me programin e përzgjedhur Enkas për të festuar e gëzuar me shoqërinë e TV1 Channel.